Unë e kam bindje prap. Tani unë kam më zhvën e emri spakist, edhe e mbaj menderat e emrin në kuptimin sepse unë kam pas kolega ato në një vartë, po ju them që nuk e heq as pika sipërsi qendrimit tim për spakun, që spaku për mua është vlerë, nuk është në pritshmëri, sepse në Shqipëri, mos harro, nismi koha, rrethanat, presioni, ku jeton, por të arri deri në nivele që të godasësh mjallë numrin 2 Partisë Socialiste, apo të godasësh 2 se goditë Benamela dhe Velia. Po, dakord, të majorancën flasë me pushtet të madh, jashtëzakonshëm, që Velia ishte duke i paprekshëm që ti është për hir të vërtetës, dhe makenacioni që bën ngritja e komisionit Gjafa, janë shumë histori që të flasin. Prap jemi vetëm një që ka votuar kundër komisioni që do dekriminalizojnë 228 kodin shpërdorimin detyrë, kodi penal, janë histori që unë nuk e kam mbajtur goja dhe kam qenë qendrime. Dhe spaku për mua Altino Domani është i pakorruptueshëm. Kush thotë që është dashakeq, e bën qëllim dhe ju garantoj që është njeriu më i pakorruptuar në drejtësi. Nuk ma hiq në një ndërmendje këtë, sepse e njoh mjaft mirë se kam pas në punë vetë gjithë. Të garantoj për të shfat që kryet të spakut. Të garantoj që edhe disa çuna të tjerë janë ashtu. Ka edhe një element aty që ti je sigurt segmentet që i bëjnë lojën majorancës, sepse ashtu janë, kanë ndaj histori të mbrapa. Se unë jam njëri pa shantazhueshëm për veten. Ka akuza që po bëjnë lojën e opozitës, ha? Tani, një gjë, më më beso këtë gjë. Se më duket se kombani çika. Unë t'jep garanci që tek spaku, tek hetimi ka 0. Në gjyqësor nuk e di. Jo BKH-ja, tek prokurorët. BKH dhe prokurorët. Akuzat më dhaja për Oti Dadon që ka goditur kryebashkiak socialistës së Velia. Një Ka arrestuar Gorun, ka arrestuar Fran Tucin. Me beso, në spa kanë 0 dikim. Në gjyqësor nuk e di. Nuk e them këtë gjykatat, këtë oja, te nuk e di. Nuk marr përsipër ta them sepse nuk i njoh shumë. Këtu të garantoj që kanë 0, po 0. Akuzat janë shumë të forta. Mund të jetë, por nuk kam. Po ve rezultati. Më dëgjoj çfarë rezultati janë 14 metë dëmuar nga minoranca, ndërsa nga majoranca, nga minoranca vetëm 3 emra po përmenden për sport. Ka 2 elemente. Një element që parashkrimi, më të një gjurmëve. Jo, më falë, po në qofë se ke 4 vjetë që ka, dakor, parashkrimi, dhe më duke se me këtë luhet. Me këtë luhet. Jo, është shumë vështirë të provoha me gjërat ashe. Ti themi gjërat si qanë. I shfatoj rasia kohës, që ngrit më vonë, dhe humbi 10 vjetë kohë, pasisht zbehet vepra penale, dëshmitaret, provat, janë shumë gjëra, më ti themi si qanë më burë. Po, dakord, janë edhe unë këtë frikën e parashkrimit kam. Ka ekzistuar, s'kem që i bën, në fati tyre. Po mirë, ma ata kanë 8 vjetë që janë bërë. Ja, më se, jo, dashit atë. Po 3 vjetë ka më burë që ka fillu spaku, tamam. Po leje, dashit, po si s'ka qenë më në kone sa ngrit, me kone të kraje, mos 3 vjetë ka më burë, 3 vjetë aktivitet. Real, 3 vjetë aktivitet ka. Dhe këto 3 vjetë ka rezultate impresionuese që t'jemi qartë. Tani kush e menote? Pavarësisht që unë e them prap që për mua rasti i zotit Berisha është politik. Me beson në arsjetimin që do të them. Pse? E ka shumë të vështirë spaku organe akuzës të provoj fajësinë e Berishës për shkak të anës vërtetimit të anës objektive dhe anës subjektive, e ka shumë të vështirë dhe gjykata, sepse bëhet fjalë për vendime kolegjiale, që do të thotë vendimet kolegjiale janë shumë të vështira për të gjetur, sepse edhe VKM që është bërë për, zonë nuk është bërë në emër nominalisht për të dhënën e Sali Berishës. Por po gjë do më kujtorin dhe shumë vështirë për ta provuar. Që do të thotë edhe sot Rama, që ke kryeministër, ta gjykosh për një vendim kolegjiale shumë vështirë. Ama ti ishe zoti Berisha, hetim për fonde publike, për tendra, për koncesione, dhe ishe tjetër gjë, do të ishte tjetër qëndrim. Dhe kjo është ajo që më ndamo. Dhe do të them një sekret, jo sekret, por që është diçka që do të pëlqej, jam i vetmi deputet. Po që kam mësuar sy Sali Berishas, kur ishte problemi i diskutimit për ndryshimin e masës së kurimit nga 2 deri në përqitje në arrestpie, që jam ngretë kam thonë mos ngjo as jurist që ke këtu, mos a lëm partinë dorë Flamurnoka, se na morëm qafe kam thonë, se do ndryshoj masën e kurimit, se është pamundur se institucioni zhbëhet. Pastaj kjo vendi dhe kam thonë një gjë tjetër. Ne do të atë që bëj sot Sali Berisha mbas një viti gjysmë kam thonë unë që do të shkojmë 2 herë muaj të vëm ne përpara spakut me ty, që të thuash poshtë për politik, punë mbështet spakun me aty që ka bërë kështu dhe pavarësisht sakrificës që unë bëj, por do të mbështet sepse alat më të mirë se kemi spakun, nuk kemi njerëj, asnjë alat që mund të kesh partie, se sa spaku sepse duan qytetarët more, e duan 80% e njerëzve.
A më kupton, nuk mund të thush dot organizat kriminale. Ç'është politika atëherë? Ne jemi super organizat kriminale. Se nga politika i bie atëherë që derivojnë gjithë. Korrupsioni më i madh ka qenë, ekzekutiv, legislativ, po nuk ka bë. Nuk ka bë drejtësia u pastru. Apo ja, u pastru drejtësia. Në një farë mënyrë me vetingun. Revolucionare kjo që po thu. Jo, tani jo nuk ka thonë njëri, po në fakt Po ashtu. Po dhe këtë po vuaj. Po kanë qerta thonë. Po këtë po vuaj sot. Edhe jam i vetmi njëri që kam thonë, nuk do të jetë kryeminist Sali Berisha, do një figurë përbashkuese. Sali Berisha do të jetë në krye të opozitës, krye e Partisë Demokratike, si i takon, i ka fituar me vota, ka shumicën e demokratëve dhe të opozitës, por për të bërë pjesë gjithë shqiptarët që të rrëzoshin Edi Rama në Partinë Socialiste, do duhet një figurë tjetër përbashkuese për kryeministin të kishte gjithë opozitën një trup. Të marrë dhe pjesë. Një mozaik. Kjo është historia. Dhe jam i vetmi person politikan që kam thonë që s'do të kthehet, nuk do të vijë që të marrë partinë Argita Berisha, Maltesi. Jam i vetmi një integratë e mirë. Po pa diskutim, s'kam unë. Dhe i vetmi një që kam rrafë me 6 mars 2022 në 6 bashki. Këto janë problemet e mia. S'kam unë asgjë personal me Sali Berishën, më. Po fare fare. Bires, unë kam thonë që babai im shpirtëror ka qenë ai, si djathtë si gjërat. Babai që ka bë kokën në Rizaj, ai ka pas baba shpirtëror. Por tani ka ca kufi që nuk shkelen. Se qoftë do lëpihem për të marrë një mandat vetë, për të parë rrok. Po nuk jam shturpë, po s'kam mend, dur, kam, punoj, unë, familja, po që jam unë? Unë jam sot deputet, s'jam ne, unë jam kam ikun, as më bën përshtypje fare që kam ikë. Po zero të beson, me beton, po flet gjuhë më shumë, kemi lek më shumë, familja, gjë nuk ka gjoj, sepse fuqata ka shpenzime, është qartë. Ka më qartë. Të besoj që nuk tani, po më merrte menja mund të fitoj primarët. Kryetarët e Berishës. Komisionerët e Berishës, listat e Berishës, unë isha Sicilien Maltë me migrantët, më votuan që respekt maksimal, Tesa të Mbyllësyt, Demokrat Peqin, Beq, Carrik, Gramsh, Elbasan, Librash, pak me Librash e Prens, po këto. Dola unë i pari në 22, katunari i Peqinit, mund i gjithë. Parë duke punuar aty për të Zero, për sytë e ballit. Zero. Me zero me beso. Se ka pasur akuza që në këto primare, ca njerëz kanë dojtur, dhe unë prandaj i quaj atë pa besueshme sepse kanë kërkuar votën e militantëve, dhe këto lloj primaresh janë votat militantëve. Dritan Ila, zero! Kam qenë Sicilien Maltë. Unë nga flet gjumë, kur merrshë mund telefon, Ariana Shiku që një kërta pëllit. Ore, për të mbrojt votat, e më mirë më doli që nga Zilja. Zero, më për të betohem. Pse? Parimi dikush është. I thoi, pos më desh antarësia. Që du, ma? S'jam për të punë. S'jam për të punë, ma? Do krijoj çarje kjo? Po, pikërisht. Do me thënë, antarësin, atë militantin e thjesht që vjen pa lek, pa gjë. Ka bë dëm madh. Në momentin që unë hedh votën, thot, ka bë dëm madh. Më beso ka bë dëm madh. Parimi, jo dashsula. Se unë kam një në vinë tim kam një qafë që na bani të këtu, gjithçka amant lutem, pa të presione për të vazhduar dhe që unë i afrova prapë Biholla Dorashkën, prapë për listë hapur. Ose më thanë mos i prapë. Si është as listë mbyllas hapur. Berisha tha që unë të kam caktuar në listë hapur. E sfidoj të vinë sy për ballë. Zero. Po zero më burr, po më gjomo. S'është e vërtetë që të ka vënë në listë. Ta mos rrejmër tan. Zero më tan. Se kolekti më i thirrën, do mu zero më zero, as mbyllas hapur. Po, është vërtet me 13 maj, që ka marrë flamur Noka, deri ditën e hënë, 4 ditë mbrapa, kemi negociuar për të qenë listë hapur dhe kemi kërkuar vetëm që të ikë një kandidat i Peqinit aty, sepse ishin 3 kandidatë djathtë, që turpi tash. Ne ndajmë tokën 3, pse e 1. Atë ka thënë hiq njërin ti që të i kam kërkuar unë. Nga kërkuar unë që t'iki një kryetar e partisë aty, që t'iki tani, mbasi kishin caktuar në listën e hapur, dhe i kam kërkuar që unë post mora mbi 10.000 vota, kam thonë unë personale, që unë ju mbroj të 6-in, sepse 6-i ka kry punë në Elbasan tash. 95 është situata. Dhe këtë e them me bindje dhe di njoh me që do të thonë për një vend po luhet aty. Për një vend. Për një vend që mund të hahet 5-in. Ose mund të ngeli 5.000 me zor për punë vota shumë. Po të garantojmë këtë. I ke gjallë Tan Hoxha analisin, ka sërët islamin, nuk ma me kush ka qenë tjera, kur kam marrë telefon për 2017, dhe kam thonë, 3 mandate merë për dëja, tha, kej natë lullë bashët, i kam 2017, se më sliri bashët atërë, unë spranova për të kandiduar, i thash të vazhdo të provojni. Sepse është puna partisë, gjitha gjërat, dhe përfundun me 1.800 vota në Belesh, me 2.100 vota në Peqin. Kur kthevon 2021, e çova me gjithë vota pa vlesh 5.700 vota, që që marrë askot, se liberisht 3.700 që marrë Belesh, edhe me 6.000 sa në Peqin, dy kishove kalu 2 fishin e votave. Edhe me unë mora 8.000 vota personale, plus pa vlesh 1.000 që kipo gabim ato, rreth 9.000 sa vota. Kur tjerë aty ishë me 1.000 me 2.000 vota. Ç'a të mund tani? Okej. Atëherë,
nuk të kanë futur as të lista e hapur. Zero më për sfidoj këtë do. Dali, më thotë më se Berisha, dali më të thotë mu. Dashi, kam qenë me një ish kandidat tjetër për deputet, Fitim Zektin. Po, ka qenë 2017. Po, në 2017. Në Belç. Po, në Belç. Dumre. Njëri i artikuluar, i ditur, i lexueshëm, por pa një partinë. Patjetër. Pa një partinë, e kupton. Unë shmoj për naivitetin dhe për ndershmërinë e tij morale. Mori për sipër. Mori për sipër një diçka që ndoshta sepse kjo puna e votave është një diçka. Por siç në 2005 vjallat e para nuk zdi kur rrotulloja kokën. Po, pra, po. Ta kuptosh. Prandaj bota ka politikan profesionist. E njohin si profesionist. Por ai tha një diçka se e njeh pak a shumë duhet i njohësh. Tani brenda po. Po, morfologjinë e terrenit. Tha, nuk kanë caktuar asnjë nga rrethet. Domethënë, Peqini s'ka asnjë, Gramsci s'ka asnjë, Gibraltar s'ka asnjë, janë vetëm 4 Elbasanli. Dje kanë bërë një reagim. 2 element ka Lisa Elbasanit, që është e tmerrshme. Një para, nga 7 bashki 6 të papërfaqësuara, Peqin, Beq, Sarrik, Gramsh, Librash Prenjës, 0. Në 2020 ishin përfaqësuar Zoti Gështenja mbulohet pjesës tjetër. Edhe unë mbuloj të pjesën këtej, e ke parasysh për fshati ka qenë edhe Qeni Xhafa që mbulohet të Kurorën, Shpatin e Lebinotin e gjithë që patën të lloj rezultati. Dhe e dyta, hera e parë për 34 vit, komuniteti krishterë Elbasan që është shumë i ndjeshëm, ortodoksët, katolikë janë pak ortodoksia dhe ato që i thonë gjuhën popullore çopet, që janë të lagje shënkoll gjithë pjesës e Elbasanit aty. Kush janë këta? Çopet, lagje çopeve që thotë, edhe janë papërfaqësuar, që ka qenë doktoresh Zheni Gjergji. Edhe pat edhe vajzat që kjo Alesia Balliu bashkë me Doris Madhe që ka qenë zërat e foltores, 3 vite ato, hëngër 10 shkret, 4 vite. Mas Eliverizë me gjithë, mas PD-s, mas foltorët, gjithë gjërat, ato fshin. Pro një pa njohur aty pastaj në këtë formë. Kjo që edhe vun, edhe një kandidat aty që s'du me e thënë në emrin, i pesti doli primare e vun vend tim. Çfarë them atë shi? Po kjo presh, rënë e parimit. Kaq. Okej. Më bën përshtypje diçka, është i pari të moralizoti. Djali mirë, tapi i shënkup, po s'ka lidhje me politikën. Në Berat mori një rezultat dramatik kur ishte përpara 4 vjetëve, vetëm 2. Edmond Haxhinasto me LSI-n. Domethënë, një vend LSI-a mund ta zëj kudo ku ka me bollëk, po jo në Elbasan për shembull, ku është janë ndoshta 2 emrat e tjerë nuk i njoh, po mund të jenë të rëndësishëm lokalisht, po nuk por këta 2 të parët mua më bëjnë e di çfarë më bën përshtypje, më bën përshtypje fenomeni që kjo ka për të krijuar thyerje të madhe në Partinë Demokratike. Sepse është menduar që neve do bëjmë një përfaqësim i cili do na japi më tepër fuqi. Po në zona, në lokalitete është problem. Ja, po ta them unë. Lefter Gështenja pa të krijuar një shtrat pozitiv në Librash Prenjës. Dhe rezultati 2021 dhe mbrapa që matë kontakte shkonte gjithë gjërat. Pavarësisht me butësinë vet nuk ishte karizmën time, po themi të gjërat, por deputet me korrekt në bazë. Një, Zheni Gjergji, doktoresh, shumë respektuar edhe i komunitetit është ortodokse. Edhe janë ato, ka qenë Jati sa ka qenë Semelusi Partisë Demokratike, me të pas shumë... Po, ka pasur ortodoksia, ka pasur shumë figura. Lera, Kalaja ka qenë me nom, dhe pjesa e Shënkollit poshtë. Gjitha ato, që Zheni Gjergji. Dhe iku Geni Saj, që nuk ngellet që ishe kryetari partije, do duaj një Elbasanli tjetër i partijës, edhe unë, edhe të ishën sigur që në rastin më të keq, rasti më të keq ishin 8-6. Sepse pësaj është më avantazh me vota, që t'im realistët. Ne mund të tentonim 7, po mund mos e kapnim fare. Po 8-6 ishin të fiksum të gëzhdumën. Qenia ime, Lefter Gështenja dhe Zheni Gjergjit në parlament. Por Berisha preferoi të kishte listën e sigurt sesa një rezultat të mirë. Këti pra. Edhe për hire të vërtetës ka dhënë efekt lista Elbasanit është lista më dobët dhe më demaskuar. Edhe Shkodrës lën nam. Dakor, por kjo demaskuar këtu herë ne herë është bë shumë, Elbasani ka 3 javë, ka luajtur 3 javë vetëm merret për mushët një muaj, me datë 12 mushët muaj, që vazhdon vetëm Elbasani, Dajzula, Alesia Balliu, Doris Madhi, ky ai, Zheni Gjergji. Po pra. Është problemi i madh i mosfaqësimit. Me përfaqësime dhe komuniteteve edhe bashkive, i cili në mos gaboj vjen i 3
i mbas mi 4 i mbas Durrësit, Tiranës, Firit. Jo. I treti, Durrës tash u shtu një. Ne kemi qenë me 4 mandate, ne 16 Firi edhe Tirana. Po pra, ka qenë një... Një treti. Vend rëndimtar dhe them unë shpresoj që qeshin në parlament kur e thonë. Ne jemi qarku që kemi 2 shtete kufi. Maqedoni dhe Italinë, sepse 10 kilometra del në det në Vilbashtov, në Rogozhina. Qifim Italinë. Gjatësor komplet për kuvizohesh me skaparin e ne nga Gramsci, e kur kuvizohemi këte me Biz Martanesh, me Borrellin, me Korçën krah tjetër. Tash, a duhet edhe si listë humse kjo? Ta thash pra, nëse ju se pata vëmendje, po që a thash që perceptivi... Jo, listë humse, tham në rang republike. Këte po them, që bëjë Rama? Gjithë kuajt politik i la jashtë lista, që dërmohemi njëri tjetrin që të vinë. Është efektive kjo? Pa diskutim. Aty ka 2 mënyra. 2 mënyra. O do luftosh për gjitha, dhe mos kesh mbrojtje vetës dhe lush në sulm. Në ekip që lu vetëm mbrojtje, janë është çështje kohë që dëhash, janë minutash, janë golin. S'ka nota japon. Bëti autobus para. Po kthehet te futbolli. Po do kthehesh, s'ke nota, shef ekipet. Pra mjeti më mirë është sulmi, që të mbash kundërshtarin me ne, Kosovasi si kishte gjithë rri aty, bëmë të vjen deri portieri aty mesi fushës. Dhe Rama këtë bëri, që 25% i vuni 3. Mati ca emra, tjerët pastaj ka vënë luftë, që një pjesë aty do digjen gjysma. Edhe karrierë politike. Kurse Berisha i bëri në mënyrë budallik që na dogjen në karrierën në të lloj forme. Na futën aty, si thonë. Ora ti mos aleta këto një gërura tabak, kem fal gërura Elbasanit, unë them Gramsci ta kapun, po se kap dot unë, se hyn në parlament ai. Se kap dot, ta kupton. Dhe bëri të lloj listëm janë mbrojtëse, që është budallik. Në një kohë që figura që ktheu, ka këtu figura që s'ka pas vota, sepse 2021 pa një element, pavarësisht që ishte kot prap i deformuar, por ama në vota preferenciale tregoj kush ka vota valla, kush ska. 100 populli vati. Primar tregon 100 populli, 100 demokratët. Ti nuk mund të bësh tash që mi vota, ti me 500 vota tash, ta fuzësh prapë lind sigurt. Po ç'mendori? Ç'arri ti? Ose tjetër gjë, them tjetër gjë tash. Analizë, sepse kam njeriu që ka bërë analizë atë. 96 deputet kam haruar. Për 44 bëhet kjo fjalë. Tani, në një kohë që për shembull me Shkodrën di, PSA nuk ka për listë hapur Shkodër, e fiton PD-ja. Në Kukës, listë hapur PSA skalla, o kot, garon kot, ka fitu. Në Berat ka kry punë PD-ja, se 2 ka marr. Flasëm gjithmonë me votë 2021-shit, gjithmonë. Po, Gjirokasë, 1, rri e i aty. Du me thonë asë emrin, se më kërë thanë 2 biznesmena në Gjirokasë i takove. Gjirokasë e kanë fute monumentet e kulturës. Po që thata, se flasëm të gjuhën e vetë, që na bëdë, më falë për shpejnë, thani, qëndë vitë në votorin me në thasë, për kaj, pëse e boli kështu, në Vlorë, ke kry bun, ka pëse, pra janë disa qarqi që nuk garohet fare, nuk garohet fare, dhe ka një element që nuk e thonë mediat tani se din, por ne që po ndjem tani, nuk po bëhet më luft, ose nuk po bëhet garë për SPD më. Ta dishe, edhe garantoj vete, po bëhet garë mërë në lojt, edhe PD edhe PSE. Po, e vërtet është. Jo garë. Sepse ndihet në mungesën e konfliktit. Shikoti s'ka atmosferë vërtet gjë. Të gjitha që japin materiale, mund që jam njeriu libra që kush kërkojnë, maj, djatë, gjithë kanë ardhur edhe japin materiale gjithë njëri tjetër që sulmojnë njëri tjetrin vëllai, kupton ti? Edhe me gjë më kujdes. Vjen ke vota më thjesht. Ke vota militantit. PD-s, siç e bën Luciano Boçi 2021-shin, thoshte, "Çel punë edhe më jepi mos, unë ngraj se këto kanë sigurisht të tjerat." Dhe këto pse shkojnë ke votat sepse marrin më lehtë votën edhe nuk vjen ke vota grisë, vota kundërshtarit. Të njëjtë gjë bëllë PD-ja, që të garantoj vetën e vet vëlla. A u ç'a budalliku? Mirë, dashin, nuk me iq një kuriozitet. Kjo metodu e Hersit që thyet, okej, po u bë dhe për para 4 vjetëve, dhe kjo rrezikoi PS-n, është me 30.000 vota diferent. Dgjoj, do të kishë ndodhur kjo gjë që për i vërtetë është pak siç thot propozimi që e tha Damian Gjiknori që Hersi u la që të binte. Mjaft ishte policë mbyllur që do ishte po më mirë, or mund të hapur 14 Elbasane të 14 valla kush ta ketë rrisë për të fituar më valla. Sepse aty maksimizohet vota pastaj, nuk ka ku të vjes, ke zero probleme, je gjithë me start si gar maraton, kush ta rri fundin ndajtë, parë 2, 3, 14, 15 ikën në shtëpi. Edhe kjo është normale. Ose të mbyllë partia, mbyllë fare më aty. Që gjithë dinë që janë dytësorë të thonë që nesër do kemi një vend në pushtet me këtë formë, do garojnë të parët. Kjo është qasja. A kupton? Dhe ato mendoj që ta ulin Hersin nga 9 sa që ishte, shkoi tek 7, 6 që prap mbyllë dhe që rrezikonte që edhe i pari deri 5 në Elbasan PSD, mos le gjumë më atë. Këtu është një këtu në Gjendis të Tiranës në orë 2 në rreth 3. 3 në rreth ata që gjumi.
Se ka problem. E që ti bësh ti? Tani shikoti kush bën gartu. Jori Tabaku, Dhurata Çupi, Ali Mehmeti, Aslan Dojani. Tjerë të dia, se kam flet gjumë ata. O budallik propozitën që ti isha unë, e kam thonë, dhe u ka votuar kundër, e kam thonë Ali Berisha të gjithë, edhe grup parlamentar. Detyrë për të bërë zgjedhje se ka opozitë më thonë, e ka majoranca. Mos votori as kot as gjë, jo vendimi që ka të mos implemento, aty të rri. Le ta zgjidhin si dojnë, le të rri si dojnë. Dhe këtë i jep ti mesazh qytetarëve që unë këtu halle për të ardhur. Jo, bëj sekond teatri, rolin negativ e ka marr PD, rolin pozitiv e ka marrë aty, rolin negativ urrejat në teatr, në film, apo jo, si kena mëjnë. Dashi, të ka vajtur në mendje që të garoj me partitë edhe Rama ta bëri një ofertë, edhe këto partitë e reja, të ngatmua bile u fol që ti u futet e listat e... Ishte një divizje momentale. Thjesht për ekspresionit gjithë të rytmive që ore ja marrim ne aty atyre qerve që ja marrim ne mandatin e çdo gjë. Edhe i thash, hajt mo, i thash çdo di. Ma kërkuan ato, që të jenë 5 subjekte. Unë s'kam telefonuar një përveç Agron Shetjes s'ma ka kërkuar. Se duhet të jem shumë, nuk di me rretun valla. Nuk di me rretun, kam të merr rretun valla, do të thuj. Edhe nuk ashtu. Tjerët më kërkuan, i thash, jo, gjysë orën e fundit, hajt më edhe diskutuam as gjëne. As gjysh tek se kodi zgjedhor ka përcaktuar që pjesa e parë e Elbasanit është e mbyllur, do zotim janë. Se pyetej nesër do zoti. Me mandatin e thashë, kush janë të dy? Janë njerëz kot, janë njerëzit tonë. Po më që janë kot, do vëjë një rrap kot timin. Aty se kot nesër i thashë ai do thotë se kur merr mandatin provoj herë tjetër dashur të vjen në parlament. Paktën ai robi imi thashë goca, një pje gjithë. Thotë i ke daj, thotë të rrit ti paktën fisi. Ha kupton se kështu. Pas ka qenë bjallëzuar, të vegjël po të bjallëzuar. Bjallëzuar thashë, po mi më i thashë, unë nga padrecia ika, bi pra padreci pastaj do ishin naivitet politik, ishte budallik politik i imi. I këti mërit e shatyre, ai Lapa, Adretik Lapa ka bërë gabimin politik jetësit, se mandatin e parë që dhe merë në Elbasan. Se merë gjithë demokratët, ishë me mua, 100%. Pjesë e Lëvizën, pjesë që zdojshin ke pesë, dhe merë shë unë, se s'la ko për pavarë, mos ishë kërë pavarë. Po që s'kishë ishe marru, ishe marru ajo, se këte kam thonë Flemunor, ja kam thonë nësy. Detyrim, ka që detyrim ma keni, dhe ishme kam thonë, atit. Ka që detyrim ma keni që më thoni, nuk jem shof rrugën e vatin. Kjo punë që në tetore, në shtatorë të vitë kaluar, pa burnia e banë, në moment funit. Shiko, e di që kam bërë të gjithë, partitë e vjetra po se e kanë këtë luks, por edhe partitë e reja, të cilat duhet ishin të hapura ndaj çdo lloj oferte boll që të mennin emrin atyre. Pse? Ore, do dilte aty zoti Sula deputet. E ke parasysh i partisë Shqipëria bëhet, shërën si ka për ty, është marketing. A e mban as e mban, vijnë me partisë as të intereson fare. Kjo vije madhe që kanë ata. Nëse gjithsesi, po Rama mos ka bërë si ofertë, kështu që dash mendoju. Tanila, unë i kam marrë votat e miku im të majt, djatë, pa parti. Unë jetën time se kam thonë platë shmegoj i demokrati, socialisti, gjera, po kur. Në kohën time të Sali Berishës, 2005-2013, po më gjetët një mësus, po gjetët një mësus të largun nga detyra, dhe të të hujmë për shty. Kemi të atëru një 4 vete, në marrë biles njëra herë, në 2009, thashe, ma vidi deputet, ka marru, i këtë në 2009, po ma botë në me gishtë, thashe, nuk harroj, transferoj me drejqën e vetë tjetë, turpë se kështë, kur ma si mësu, si një bukë në gojës njërës, budalik, pra se kam botë të dhe gjë, dhe pra ne më dojsh njërës, se kjo është edhe qasë e kur vajtë në bile, që i marrë në bile, i thojë, ku ka ideologi këtu e? Edi Rama është ekstremi djatë, po përdor temi ekstrem djatë, djatë ma djatë. Berisha dhe shi, vështetet pjesë është majt e majt. Po ta kuptoj, nuk është ideologjie. Jo, po të shofësh programet ashtë të bje. Programe pikzeza. Po më gje një që të flasit për ideologjie, ma je një parti. Tasi Berisha, tasi Rama, tasi për ideologjie, fare. Tu së është ideologjie, to që është shqiptarësh, tifozërije. A ne, këte, Milan Inter. Hisha atë si gjandar, më futë mu si gjandar. Milan Inter, la Milan Inter. Kushurit me njëra i tjetër, e kur vjen puna se aqë popull jemi ne, aqë njojë. Por... Në një farë mënyrë ta dojën karierën, kontributin deri tashti. Jo ma dojën, por ma prejnë kokën. Ma prejnë kokën. Ma prejnë kokën në kulmin tim politik. E për të atash. Politik, ne moshët 55 vjeç, të dhe gjanat jo... Pjekuria politike në këtë moment. Edhe kontributit, se po të kishe pas një defekte një indikatori që kërkun e to, tërgoj gjithë bukur.
Mas i marrun këto gjithë to, Albana Voç e famshme, se ka 20 vjet as bën zgjedhje, rripajo kryetare, KKO-je, kryetar gruaje, bën zgjedhje. Kjo ishte prapë kjo bota, që japin tu plotëto pikat. Mas i pa që dolëm në primarat, u shtulloi pikë tjetër. Pika tjetër që duheshin që jepshin mëra 3-4 ditë ishte 300 emra nga diaspora të regjistruar. 610 vllajot. Ypa, i thash doni 6000 më jepi javë, 6000 u bi. Edhe ditën e han, orë Byli Bashkë për mua është një ndër politikanë e butë. Nuk ka të karizëm, po i ditur, i lexueshëm, qytetar, që t'jemi qartë. Nuk i them dot njeriu që thashë, se thojmë dot më burr, se kështu e kam natyrën. Dhe ishte Albana i thashë Kasile. A ka një kriter tjetër se do di që listat mas 4 ditës, 3-4 ditë diçka tjetër. I thash, po të plagosin i socialistë me humor, i thash, o erdhe mu dasha, varet në radhë ku të jesh aty, i thash do 3-4 tha me plagos, gjithashtu këtyre, kupton. Turpë burr. Turpë aty. Me ndryshu rregull e lojës në çdo moment. Pra indikator që kërkuat herë, diaspora, primaret, aktivitetin, parlament, komisione, media, gjithë opozitë, që bëna, që të bëjmë shumë në tash. Pra s'kam pishpanosia. Dhe unë respekt maksimal për gjithë mediat, gjithë gazetarët, që kanë pas raportin më të mirë me ato, që kurse them njeriu jo. Sepse ai që më kërkon mua më respekton më zotëri. Pik. Këtë detyrë kam politikanë vllati. Ti shko fol që dush. Thuaj si dush me dikë atë. Po jo tash mos kesh përgjigje, mos kesh mesazhe, mos hash për telefonin. Kush je ti? Telefoni im është i vetmi telefon që hapet 12 natës valla. Fal lutem, do të thotë, jam i vetmi politikan që jam thonë në parlament, ky është numri im publik, që marr njerëz nga Shkodra, nga Peshkopia, nga Fieri, ka marr njerëz nga diaspora. Kjo mua më duket më fallso që bëjnë janë ca figura që ti nuk i ke parë kurrë dhe shkojnë takojnë bëjnë si të dashur një. Po thuti su çajë. Më fallso nuk ka se si bëhet. Po të thoshe morën aty, di ç'po thoshe morën. Dhe dikush është e bukur. 90% e tyre janë aty dhe vinë blejnë shtëpi në Tiranë, nuk duken më në zonë. Kur veu me ato me plakra, me patat, me domate fshatare, në zonat shkretërore gjithë gjëra. Thoshe mund, turp me ta thonë, turp me ta thonë. Ke pse edhe po çdo ti budalla thonë. Për herë ha, shikoj punën atë. Me të thon kolegu në parlament, majtës vëdjatës. Ore, për këtë detyrë kemi edhe. Pse ti darrogosh budalla? Kupton deri te pika edhe. Kam qenë vetëm një që merja buxhetin filetore me shifra, me gjëra, inflacionin, stati, shifrat, rënën që është vetëm një që bën hetimin për naftën, kërcënun, ma shumë para, që s'pranova kurrë. U e gjithë, u dëfishu numri i makinëve. Numri i makinëve dëfishur, numri i tonëve të natës aty. Jo po kështu, kuptoni ç'a bëhet atë them. Dashi, një pyetje, mund mos përgjigjesh, por do votosh apo do hysh këtë radhë pjesa e elektoratit gri që nuk voton? Dëgjoj dashit. Po të garantoj që zgjedhësit e mi ose simpatizantët e mi, unë si kam detyruar asnjëri. Por kur më marrin për një mendim për gjëra, i them, jeni të lirë të bëni këtë mendoni individët gjëra. Ka dhe ato të cilët thonë do votojmë individ Partisë Socialiste dhe jo Partisë Socialiste, si Bondora, për të si subjekt Partisë Socialiste. Dhe kjo është një diçka pozitive për individin. Dhe në zonat tona, të thash, pak më parë, nuk shifet shumë partia subjekti. Shifet ai pjesë me po një pjesë tjetër shohë individin. Po je burri mirë, po je gruaja mirë, të votojmë, atë japi vota. Nuk e shikon të lloj qasi. Plus që është krijuar një opinion drejtë e mori tani që orë bashkë janë. Po, shkruaj. Drejt për drejt thotë një lloj janë. Ka krijuar edhe kjo frymë, që mos harroj të pjesësh. Po problemi është zakonisht i madh. Edhe ka një defekt i gjithë problemi që Berisha është kjo që nga mëson që të zëvendësosh një makinë të vjetër politike si Edi Rama me një makinë akoma më të vjetër politike si Sali Berisha nuk funksionon më në trurin e perceptimit të qytetarëve. Se qytetarët ti do t'i japësh shpresë. Dhe pse? Orë miku im, ty të këto gjë tani, ne ka përthot 2013-ën. Ç'a s'ka bë? Këto Partia Socialiste majorancës, këto 12 vite, korrupsioni dhe gjëra të tjera. Po si votojnë prapë këto më burr? Do të thotë që ti si ka dalë era atyre akoma jona, 2013, janë dehur që 2013 putranesh e vazhdojnë tjetër, që një kohë që duhet kishini këto, që do të ishte tjetër gjë, apo jo? Nuk funksionon pra, që do të thotë që kandari që thonë ata pleqt, të hami kramë, nuk ka balans, nuk ka ndau këtu, në nërët më aty. Do baraspesha e po që të nërët kanari. Që gjë problemi? Mirë, po ke ndërmend me që ty ta mbyllën karrierën politike. Ti vetë mbyllë? Jo. Unë do ta mbyll vetëm i kusht. E kam thonë, sepse ato që thonë, ikin në politikë, bëj kështu, bëj kështu. Nëse fiton Sali Berisha dhe Partia Demokratike, unë i puth duart, të kërkoj falje në ikin puntime, sepse do të thotë që kam njëri pa vlera. Zgjedhja e Berishës ka qenë drejtë edhe tyre të lartë. Drejtë edhe.
Pra njëri që u zënsushëm, pa vlera, i këtë gjë tjera, E kishe gabim? Në bim edhe marojnë atë. Ama, në ndryshe, me 12 kanë aty, në parlament, se për fatë madhë jemi në 2 muaj gjysë prapë në parlament. A i që ka jemi flamurit të them, ohu, nuk varet flamuri më ke huni. E për tjeti, në kuptimin që tundet flamuri, që t'jemi qartë, nuk varet, s'kam një pajësorë në të pikë, pra të të kërkojnë logari. Unë dhe gjithë tjera. Edhe këto këtë kam menu. Menojnë 12, nuk menojnë 11. Kush është që si matë lapa, dhe sullet, të presin, pikë. Se tjertë, se aty ka 2 grupe të një. Edhe më kujtosh, ba e me që po të themun. 2 grupe, një grup që s'menon fare, ato që kanë qenë pranë Zotit Berisha, dhe grupi që u bashku këtë Zotit Berisha, si punë e jezuitëve që rrifnin vetën me kamxhik të darkët, i largohesh mendimet e këqija. Mendon që këta nesër deri mund të çojnë kundër Berishës? Si ama, përfundimisht. Mendon që këta janë aty për të pritur që të vdekjen biologjike të Berishës që të marrin trashëgimimin e Berishës? Ja, për mua janë shumë të dobët. Nuk shoh figurë. Unë ashtu i kam menduar, më tepër intrigant. Nuk shoh figura, intrigant administrativ se sa. Burri që është burr, edhe lideri që të bësh lider do të jesh ka shprehton dakot që themi në zonë jon, dakot që më thëj. Posti thosh po, jo se pavarësisht defektet që ka Berisha, apo pavarësisht janë e ka vitu me fortën e vet, me gjithçka që ka çarë, dhe ka eliminuar të tjerë. Është njëri i bër vet Berisha. Vet bra. Ja të dhuruar. E drama. Ja mori partinë, largoi vetëm na tjerë, iku, marroi. Këto 2 njerëz valla, më kanë pyetur më herë kur nuk vite Rama në parlament dhe ishte Berisha te. Tha politikë, thashë, unë jam i kënaqur valla. 2 burrë që prodhojnë politikë, sa hal lën hapësirë ishte Berisha Rama. Pikë të tjerë, aty si dukshëm të ministrë PS-s, të ministrë PS-s ata. Kot më i bëshëm çaf. Pra këto janë dhe unë nuk shoh aty. Shoh vetëm një element, një person që për mua, që pavarësisht që edhe pa drejt është në burg, Ervin Saliani. Ai është ka simptoma të forta të liderit. Pavarësisht që ka nevojë për maturi dhe për pjekuri më gjatë, por simptoma të liderit janë ka. Dhe e kam pa me shumë kujdeste në mënyrën se si ka qenë qasi në raport me Bashën, në raport me Berishën, në raport me kolegët, në artikulim politik dhe kishte mendim politik ku shprehi, në ngritje të tezave e gjëra të tjera. Pavarësisht që ka dhe i defekte vete që me pak rregullime mund të ishte një ndër njerëzit që gjërat. Sepse lideri do t'i duhet të presë një 6 vjet në bazë ligjit. Tjetër gjë. Jo, më ndonjë ai ka një shans, më kujtosh, ai ka një shans që do ta fitojë pavajsinë. E të garantoj për këtë, më kujtosh po. Ndoshta pas e fitoj gjykatë lartë, gjykatë Strasburg ka për të fituar, siç që rasti Tomagat që pavarësisht ishte për procedurë, sepse nuk të falin gjykata ndërkombëtare. Tash, histori tjetër kjo, historia e Salianit. Po, dakord. Unë të falenderoj që ishe sot me mua. Tani, për mua ishte kënaqësi sinqerisht, edhe do doja që nga TV drejtare juaj për të gjithë kolegat, në të gjithë mediat me beso, kam respektin maksimal